Kapitulli i 3. Çfarë është mashtrimi i madh? Sipas fjalorit, mashtrim është akti i mashtrimit të tjerëve ose e të qenurit i mashtruar. Është ajo që mashtron ose që bëhet me qëllim për të mashtruar. Sytë tana mashtrojnë shpesh. Ne do ta shpjegojmë këtë ndërsa vazhdojmë me leximin e faqeve të këtij libri. Ne shohim diellin, hënën dhe yjet si dhe njëri tjetrin, me anë të syve tanë, të cilët funksionojnë në një mënyrë të ngjashme me një aparat fotografik. Viziologët na thonë se kur për shembull shikojmë një pemë, imazhi i saj përmbysur reflektohet në retinën e syve tanë, i cili nga ana tjetër e transmeton figurën në qendrat e trurit. Këto reagime quhen mbresa vizuale. Fiziologët thonë se ne shohim me tru. Ti e di që sheh me mendjen tënde. Vizioni shpirtëror, i përjetshëm dhe i pathyeshëm. Ti sheh në ëndrat e tua dhe sheh ngjyra me sy mbyllur. Aftësia e mprehtësisë është tek të gjithë ne, edhe pse më shumë e zhvilluar tek disa njerëz, madje deri në masën sa mund të lexojnë edhe kur mbyllin syt. Ti mashtrohesh vazhdimisht prej asaj që shikon. Për shembull, një shkop i zhytur në ujë duket i thyer. Kur qëndroni në një binar hekurudhor, dy linjat paralele të binarëve duket se bashkohen në fund. Figurat e bardha duket se janë më të mëdha se ato të zeza. Syri yt shpesh keq interpreton gjendjen e vërtetë të ekzistencës, sepse merret vetëm me pamjen sipërfaqësore të faktit. Njerëzit thonë, dielli lind dhe dielli perëndon. Por në fakt as lind dhe as perëndon, ne nuk shohim asgjë siç është në realitet, sepse sytë tanë janë të përshtatur për të parë sipas bindjeve tona. Nëse sytë tanë do të ishin të drejtuar në ndonjë mënyrë tjetër, ne do t'i shihnim gjërat ndryshe. Një aeroplan duket se lëviz në një vit të drejtë, por në realitet ai ndjek një hark gjeometrik. Brisku me të cilin rruhen burrat duket shumë i mbret dhe i drejtë, por kur shihet në mikroskop është i dallgëzuar. Një copë qeliku duket e ngurtë, megjithatë shkencëtarët theksojnë se rrezet X tregojnë se është poroze dhe se në realitet ajo përbëhet nga trilion universi të animuar në miniaturë e secili kryen një lëvizje jashtëzakonisht të shpejtë dhe megjithatë pa patur asnjë kontakt fizik me një tjetër. Nëse shikon një fotografi të nënës tënde me një xham zmadhues, fytyra e saj do të dukej si një varg pikash gri të zeza dhe të bardha, në varësi të faktit nëse letra është gri, e zezë ose e bardhë. Portreti i nënës tënde zhduket. Ajo ekzistonte vetëm sepse sytë e tu ishin të përshtatur në një nivel tridimensional. Ti e pe atë në shkallën e vëzhgimit tënd zakonor. Duke parë briskun me sytë e shkencës, ne shohim elektrone në lëvizje të përhershme, të cilat udhëtojnë me shpejtësi disa mijëra milje në sekond. A janë të vërteta informacionet e pesë të tua? Arsyeja pse i kam vënë në dukje këto gjëra është për të bërë ty të kuptosh se gjërat nuk janë ashtu siç duken. A i ke vënë në dyshim vlefshmërinë dhe vërtetësinë e ideve dhe sugjerimeve të ndryshme që t'janë bërë gjatë ditës? Pesë shqisat e tua të sjellin informacione nga bota e jashtme, të cilat nuk janë gjithmonë të vërteta, por shpeshherë janë të dëmshme dhe shkatëruese. Mendimet që ti i kthen në emocione dhe i pranon si të vërteta, hyjnë në të pavetëdijshmen tënde dhe prodhojnë efekte në trupin dhe ndërhyjnë në punët e tua sipas natyrës së tyre. Ai po verbohej. Ja si u mashtrua një i ri. Ai po verboi gradualisht dhe doktori i tha të linte punën si rroba qepës, që ishte profesioni i tij, sepse i sforconte syt dhe këshilloi të niste një punë më pak të mundimshme. Oftalmologët nuk mund të gjenin ndonjë gjë të madhe të dëmtuar me fundusin, pjesën përballë bepsave, tek sytë e tij dhe menduan se vështirësia mund të ishte emocionale. Ky djalosh fajsonte punën e tij dhe sforcimin e syve të shkaktuar nga qepja që bënte gjatë gjithë ditës. Megjithatë, shkaku i vërtetë i shqetësimit që kishte me syt ishte se ai donte të përjashtonte bashkëshorten e vet nga jeta e tij.
A i tha se ajo ishte një femër gëricëse dhe se e urrente faktin të shkonte në shtëpi. Ndër shprehjet e tij të shpeshta që më thoshte mua ishin: nuk e shoh dot me sy, nuk ja shikoj dot surratin, nuk mund të gjej dot një rrugdalje sepse kam 2 fëmijë dhe ata kanë nevojë për të. Ajo nuk do të pranoj divorcin dhe unë dua që të kem fëmijët. E pa vetëdijshmja e tij i pranoi si kërkesa këto ndjenja dhe deklarata dhe vazhdoi të përgjigjet atyre kërkesave duke ja mbyllur shikimin në mënyrë që të mos ishte më në gjendje të shihte. E mora këtë burr bashkë me gruan e tij dhe i shpjegova funksionet e mendjes. Ajo bashkëpunoi duke pushuar së llomotituri dhe ata filluan të luten së bashku, duke parë Zotin te njëri tjetri. Ata gjithashtu filluan të flisnin me njëri tjetrin me dashuri dhe dashamirësi. Për më tepër, ata luteshin çdo natë dhe çdo mëngjes duke lexuar disa psalme të zgjedhura me meditime nga libri Momentet e qeta me Zotin, një libër i imi që përmban 60 lutje të veçanta. Pas një muaji, shikimi i tij u kthye në normalitet. Ky njeri sigurisht po mashtronte veten, duke fajsuar mjedisin që rrethonte dhe punën e tij, ndërkohë që gjatë gjithë kohës shkaku i vërtet gjendej te emocionet e tij shkatruese negative. Ai fajsoi trashëgimin dhe dietën. Pata një bisedë me një burr para disa muajsh, i cili kishte marrë qetësues, e kishte praktikuar kura pushimi, si edhe kishte mbajtur një dietë të veçantë për kolitin, nga i cili vuante për disa vitesh. Ai po mashtronte veten duke fajsuar si shkaktare se e kishte të trashëguar, por edhe dietën e tij ushqimore. Ai tha: koliti është i trashëguar në familjen time, nëna dhe gjyshja ime e kishin atë, dhe jam i sigurt se ushqimi që ha ka të bëjë me problemet e mia shëndetësore. I vura në dukje atij njeriu se i ndjeri Dr. Flanders Dunbar, një personalitet i rëndësishëm në mjekësinë psikosomatike, tha se një studim i një numri rastesh me kolit në një spital të New Yorkut tregoi se burrat ishin të lidhur me nënat e tyre dhe nuk ishin larguar kurrë larg nënave të tyre për më shumë se 30 ditë gjatë gjithë jetës së tyre. Asnjë prej atyre burrave nuk ishte i martuar dhe fillimi i kolitit të ata lidhej me konfliktin midis nënës dhe dëshirës për martesë. Ai burr kishte një konflikt të ngjashëm plus një pak kënaqësi të thellë ndaj nënës së tij, e cila dukej se kritikonte dhe fajsonte çdo vajzë që sillte në shtëpinë e tyre si nusen e ardhshme. Kuptova se ai ishte thellësisht i dashuruar me një grua të re me mendësi shpirtërore, por hezitoi të martohej me të që të mos ofendonte dhe shqetësonte nënën e tij. Zgjidhja e tij përfundimtare ishte e thjeshtë. Ai mori vendimin për të martuar dhe bleu një shtëpi për nusen e tij. E preu një herë mirë kordonin e kërthizës që e mbante të lidhur me nënën e tij. Ai rrezatoi dashuri dhe vullnet të mirë ndaj nënës dhe i uroi asaj të gjitha bekimet e parajsës. Por ai e informoi atë se tashmë gruaja e tij zinte vendin e parë në jetën e tij. Koliti i tij me ulçera u pastrua për mrekulli brenda disa javësh. Ai kishte mashtruar veten prej disa vitesh duke mos kuptuar se shkaku i sëmundjes së tij ishte thjesht emocional dhe ishte për shkak të grumbullit helmues të inatit në zgavrat e shpirtit të tij. Ai njeri nuk i dha vetes qëllimisht kolit. Problemet e tij erdhën nga grumbullimi i të menduarit të tij negativ dhe shkatërues. Për shkak se e pandërgjeshmja është një ligj, ajo i modelon të gjitha mendimet e depozituara në një model kompleks, dhe këto modele të pandërgjeshmes të ushqyera vazhdimisht nuk janë vetëm shkaku i të gjitha sëmundjeve, por gjithashtu edhe shkaku i sukseseve dhe arritjeve tona triumfuese. Një mashtrim e rëndësi të madhe. Mashtrimi i madh është se njeriu i zakonshëm vazhdimisht e drejton gishtin jashtë vetes për problemet që ka. Ai fajson kushtet, mjedisin dhe rrethanat, por të gjitha vështirësitë e tij shkaktohen nga modelet mendore dhe besimet e vendosura në të pavetëdijshmen e tij. Mashtrimi i madh në thelb është besimi në problemet materiale. Do të dëgjosh vazhdimisht njerëzit që pohojnë se problemet materiale janë burimi i vështirësive, sprovave dhe mundimeve të tyre. Ky është një mashtrim
i një rëndësie të madhe dhe duhet të përgënjështrohet plotësisht dhe tërësisht. Pse Zoti nuk e shëron atë? Kohët e fundit, teksa flisja me një grua, mësova se nëna e saj kishte një sëmundje të rëndë dhe se duke qenë se ajo ishte një e krishterë shkëlqyer, zemërmirë, fetare dhe bujare, përse Zoti nuk bëri diçka për të? Një pyetje e tillë ilustron në mënyrë të përkryer mashtrimin e madh që prek shumë njerëz. Ligji i jetës është ligji i besimit dhe ne shpalosim atë që besojmë. Çfarëdo që të mbjellim në të pavetëdijshmen tonë, atë do të korrim. Nëse mbjellim mendime sëmundjeje, frike, pakënaqësie dhe armiqësie, ne do t'i korrim këto gjëra. Të mbjellësh një mendim, par nga këndvështrimi biblik, do të thotë ta pranosh atë me gjithë zemër. Janë besimet tona të rrënjosura thellë, ato në ne që shpalosim të tilla gjëra. Ajo grua dhe nëna e saj ishin mashtruar plotësisht, pasi të dyja besonin se sëmundja është e pavarur nga mendja dhe nuk ka të bëjë fare me procesin e të menduarit. Nëna e saj kishte një sëmundje të keqe të zemrës dhe besonte se ajo nuk mund të shërohej. Ky ishte besimi i saj i vërtetë dhe natyrisht në këtë mënyrë ajo nuk mund të shërohej. Nuk ka sëmundje të pashërueshme, ka vetëm njerëz të pashërueshëm. Do me thënë, ka nga ata që besojnë se nuk munden dot të shërohen, se nuk e meritojnë shërimin, se nuk mund të shërohen, ndaj edhe marrin atë që besojnë. Nëna e saj tani po përparon shumë. Ajo nuk është më nën magjinë e mashtrimit të madh se zemra e saj është një objekt material që ndjek rregullat e veta të pavarura nga të menduarit e saj. Ajo tani beson se trupi i saj nënshtrohet mendimeve dhe ndjenjave të saj. Dhe teksa ajo ndryshon mendjen, ashtu do të ndryshoj edhe trupin e saj. Ajo po lutet rregullisht duke e ditur se procesi i pafund i shërimit po rrjedh përmes saj, teksa bukuria e tërësisë, vitalitetit dhe forcës dhe dashuria e Perëndisë banon në mendjen dhe trupin e saj. Ajo ka filluar të kuptojë se sëmundja nuk ka fuqi për te asaj që ajo i jep përmes mendimeve dhe ajo ka për t'u shëruar. Kur vinte lashet të çdo lloji, shikoi ato si sinjalin e natyrës që po të thotë se ti po mendon gabimisht në atë drejtim. Pastaj ndrysho mendimin tënd dhe mbaje të ndryshuar. Frika e tij shkaktoi 3 aksidente. Çfarë kam bërë për ta merituar këtë? U pyeta së fundmi nga një ri i cili shtoi: unë kur nuk kam bërë asgjë të keqe. Shpeshherë shpjegimi është shërim, kështu që vazhdova t'i tregoj atij të riu se të gjitha përvojat tona janë rezultat i besimeve dhe supozimeve të pavetëdijshme son. Me fjalë të tjera, të gjitha përvojat, kushtet dhe ngjarjet e jetës son janë rezultat i tërësisë së besimeve tona. Për më tepër, të gjithë ne kemi shumë besime dhe ide të cilat i kemi harruar prej kohësh. Ndoshta burojnë që nga fëmijëria të fshehura në skutat më të thella të pavetëdijshme son. Të gjitha besimet dhe prirjet tona me të cilat kemi lindur janë ende me ne dhe ato kanë fuqi të manifestohen dhe të ndikojnë në jetën tonë. Për shembull, nëse beson se ulja pranë një ventilatori ka për të ta mpirë qafën, e pavetëdijshmja jote do të realizoj atë që ti të kesh një qafë të mpirë. Dhe këtë jo për shkak të ventilatorit që përfaqëson molekulat e padëmshme të energjisë që lëkunde me një frekuencë të lartë, por për shkak të besimit tënd të gabuar. Nëse ke frikë se do të ftohesh për shkak se dikush të shtin, frika jote është një lëvizje e mendjes tënde që krijon atë që ti pret, frikë dhe besim. Nëse ndodhesh në një dhomë të ngrohtë dhe më pas del në një mjedis të freskët, natyra të detyron të shtish. Kjo është mënyra e natyrës për të sjellë një ekuilibër dhe balancë në trupin tënd. Shtitja është një bekim. Megjithatë shumë njerëz kanë frikë se po ftohen, duke mos ditur se është fuqia krijuese e mendimit të tyre që shkakton të ftohtin.
Ai djali I ri, I cili pyeste veten se çfarë kishte bërë për të merituar një telash të tillë, më rrëfeu se kishte bler një revistë astrologjie në mëngjes dhe thoshte se ekzistonte rreziku I madh për një aksident automobilistik, ndaj edhe rreziku I madh duhej të tregohej edhe shumë I kujdesshëm vetë djali. Ai më tha se ishte pushtuar nga frika dhe ishte dridhur I tëri kur e kishte lexuar këtë. Ai nuk donte ta ngjiste makinën atë ditë, por duhej të shkonte për një intervistë pune që ishte shumë e rëndësishme dhe vetmja mënyrë ishte të shkonte me makinë. Ai pësoi 3 aksidente po atë ditë, duke plagosur rënd një person, ai vetë pësoi tronditje dhe gjithashtu mori disa goditje edhe disa plagë në trup. Makina e tij u dëmtua rënd. Në Bibël Jobi tha: "Ajo që kisha më shumë frikë, më ra mbi krye." Frika e tij e madhe ja solli ato aksidente. Mendimet që kthehen në emocione dramatizohen në përvoja prej të pavetëdijshmes. E pavetëdijshmja e tij e mori si kërkesë frikën e tij të madhe dhe e shfaqi në ekranin e hapësirës. Atë që mbjellim, do të korrim me siguri. Një teknik lutjeje për drejtim të sigurt të makinës. I dhash atij një lutje për ta përdorur rregullisht I shpjegova që nëse ai e mbushte mendje me këto të vërteta, e pavetëdijshmja e tij do t'i pranonte ato sipas rrethanave dhe ai do të kishte një shtysë të pavetëdijshme për të ngarë makinën në mënyrë të qetë dhe paqësore, dhe se asgjë e keqe nuk do t'i ndodhte më kurrë. Kjo është lutja që I tregova duke I sugjeruar që ta përdorte rregullisht dhe sistematikisht derisa të bëhej pjesë e tij. Kjo është makina e Zotit, është ideja e Zotit dhe lëviz nga një pikë në tjetrën lirisht, me gëzim dhe me dashuri. Urtësia e Zotit e drejton këtë makinë në të gjitha rrugët e saj. Rendi, simetria dhe bukuria e Zotit drejtojnë funksionimin e kësaj makine në çdo kohë. Prania e shenjtë e Zotit bekon këtë makinë dhe të gjithë pasagjerët në të. Shoferi I kësaj makine është ambasadori I Zotit. Ai është plot dashuri dhe vullnet të mirë ndaj të gjithëve. Paqja e vërtetë dhe mirëkuptimi I Zotit gjithmonë e udhëheqin drejtuesin. Zoti I drejton të gjitha vendimet, duke e bërë rrugën e drejtë, të bukur dhe të përsosur. Fryma e Zotit është mbi shoferin, duke I bërë të gjitha rrugët një autostradë për perëndinë e tij. E vërteta e madhe. Ka shumë njerëz që fajsojnë motin për ftohjet, dhimbjet dhe vuajtjet, si dhe për depresionin dhe trishtimin e tyre. Mjedisi nuk të ka thënë kurrë, unë do t'jap të dridhura, pneumoni, grip apo koll. Ajri është I padëmshëm dhe njeriu duhet të pushojë së ndotur I mjedisin me nocionet e tij të çuditshme, doktrinat e rreme dhe besimet e çuditshme. Ti duhet të mësosh të vërtetën e madhe se asnjë person, situatë ose gjendje nuk të shkakton sëmundje, pakënaqësi, vetmi ose vuajtje nga ndonjë problem monetar. Besimet dhe përshtypjet e krijuara në të pandërgjegjshmen tënde shkaktojnë të gjitha përvojat dhe ndodhitë e jetës tënde. Miliona njerëz po vuajnë nga mashtrimi I madh sepse janë të vetë hipnotizuar nga një grumbullim idesh, besimesh, opinionesh dhe provash të rreme. E pavetëdijshmja jote vepron si ligj për të manifestuar dhe portretizuar modelet e grumbulluara që janë strehuar në sferat më të thella të vetë mendjes tënde. Sëmundja buron nga mendja. Psikiatrë dhe psikologë të ndryshëm që shqyrtojnë dhe gërmojnë në skutat më të thella të mendjes tënde, kanë treguar se ti nuk je I vetëdijshëm për këto modele të brendshme, për shkak se ata nuk I kanë vendosur aty me vetëdije. Shumë persona supozojnë ato nuk janë aty, pastaj ata krijojnë e nxjerrin justifikime të gjitha llojrave për të justifikuar veten. Doktor Phineas Quimby vërtetoi 100 vjet më parë se trupi lëviz kur ai lëvizet, trupi vepron kur veprohet mbi të, dhe se ai nuk ka vullnet, nuk ka inteligjencë të vetëdijshme dhe nuk ka aktivitet në vetvete. Trupi karakterizohet nga inercia dhe mbi të mund të shkruash një melodi dashurie, por edhe një himn urrejtjeje.
Është një disk emocional mbi të cilin luajnë emocionet e tua. Nëse e këput një pjesë të trupit tënd dhe e vendos në një raft, ajo pjesë nuk mund të vuajë prej ndonjë sëmundje edhe pse dekompozohet. Arsyeja pse një gjymtyre prerë nuk mund të vuajë nga sëmundja është e ndarë pra nga mendja. Kuptimi i vërtet i djallit dhe i së ligës. Mashtrimi i madh vepron nga shumë këndvështrime. Ka nga ata që fajsojnë djallin për problemet dhe vuajtjet e tyre, por kjo është e pavërtetë. Fjala djall do të thotë ta jetosh jetën duke u kthyer pas. Shkruaje fjalën liv, pra jeto, mbrapsht dhe del evil, e lig. Mistikët e lashtë hebrejnë thoshin se djalli është ai që thot gënjeshtra për Zotin, ai që shpif ose thot gënjeshtra për të vërtetat e Zotit. E mira dhe e liga janë thjesht lëvizja e mendjes së njeriut në lidhje me shpirtin e gjallë brenda tij që është Zoti. Nëse njeriu e ke shpërdorë energjinë elektrike, ai elektrifikohet ose lëndohet. Po kështu nëse ai ke shpërdorë ligjet e të pavetëdijshme së tij, ai do të ketë reagime negative. Forcat e natyrës nuk janë të liga, varet tërësisht nga përdorimi që ne i bëjmë elementeve të natyrës dhe forcave brenda nesh nëse kemi një reagim pozitiv apo negativ. Mashtrimi i madh është ta ushqesh mendjen me idenë se gjërat, kushtet dhe fenomenet janë shkaqet përcaktuese të mjerimit, vuajtjes dhe fatkeqësisë tënde. Si triumfoi ai mbi mendimin e infektimit me virus. Një burr i cili punonte në një zyrë në Los Angeles më shkroi duke thënë se gjysma e stafit të tij ishte jashtë zyre për shkak të një virusi infektiv dhe se ai kishte frikë se mos e kapte edhe atë, ai donte të dinte si të mbrohej. Unë ju përgjigja duke i thënë se frika e tij ishte një nga viruset e padukshëm që nuk mund ta shihte dhe se nuk kishte fuqi mbi të. Theksova se ai po i sugjeronte vetes se mund të ishte përgjegjës ndaj infeksionit dhe se mendimet dhe deklaratat e të tjerëve nuk kishin fuqi për t'i krijuar ato gjëra që ata sugjeronin. Kjo është gjithashtu një pjesë e mashtrimit të madh. Mendimet e të tjerëve janë të pafuqishme. I thash të refuzoj plotësisht frikën e infeksionit dhe se veprimi që ai duhet të ndërmarrë gjendet gjithmonë në mendimet dhe ndjenjat e tij. Theksova gjithashtu se asgjë nuk mund të ndodhë përveç se nëpërmjet fuqisë krijuese të mendjes së tij, dhe se të tjerët si rrjedhim nuk kishin asnjë fuqi. Ai nisi të pohonte në mënyrë të vazhdueshme si më poshtë. Unë dhe ati im jemi një. Unë jetoj tani dhe kam qenjen time te Zoti dhe Zoti jeton, lëviz dhe ka qenjen e tij te mua. Ajo që është e vërtetë për Zotin është e vërtetë për mua. Zoti nuk mund të jetë i sëmurë, prandaj unë nuk mund të sëmurem. Shëndeti është i imi, gëzimi është i imi, paqja është e imja dhe unë ndihem mrekullisht. Pse mendimet e të tjerëve nuk kanë fuqi? Nëse dikush të quan qelbësir, sigurisht që ti e di që nuk je një qelbësir dhe deklarata e tij nuk ka fuqi. Je ti ai që e kontrollon mendjen tënde dhe ke mundësinë e mrekullueshme të pohosh se paqja dhe dashuria e Zotit mbushin shpirtin e njeriut. Fuqia është gjithmonë tek ti dhe jo tek tjetri. Ti mund të mallkosh ose të bekosh. Mos u jep pushtet dhe të drejtë njerëzve, kushteve dhe ngjarjeve që nuk kanë fuqi. Ndalo së shikuari materjen si të keqe ose botën si të ligë. Shpirti dhe materia janë një. Materia është shkalla më e ulët e shpirtit dhe shpirti është shkalla më e lartë e materjes. Materia dhe energjia e padukshme janë një. Dhe shkencëtarët na informojnë se energjia dhe materia janë të këmbyeshme, se energjia dhe materia janë një. Kjo është arsyeja pse mendimet janë gjëra. Mendimi është shkaku dhe shfaqja është pasoja. Si të triumfosh mbi mashtrimin e madh? Terapia shkencore e lutjes është e vetmja përgjigje e vërtetë ndaj mashtrimit të madh. Lëre dritën e Zotit të shkëlqejë në mendjen tënde dhe ti do të neutralizosh të gjitha efektet e dëmshme negative të ngulitura në të pavetëdijshmen tënde.
Mbushe mendjen tënde me bindjet dhe të vërtetat e përjetshme të Zotit, duke ngarkuar mendjen tënde me konceptet se Zoti është dashuria, paqja, gëzimi, bukuria, tërësia dhe urtësia, dhe se lumi i tij i paqes dhe oqeani i pafund i dashurisë po rrjedhi nëpër të vetëdijshmen dhe të pavetëdijshmen tënde. Teksa kjo të kthehet në zakon, ti do t'i fshish dhe zhdukësh të gjitha modelet negative të ushqyera në të pavetëdijshmen tënde. Fjala mashtrim nënkupton fjalën e vërteta. Ti mund të mashtrohesh nga e gabuara, por e vërteta mbetet dhe nuk zbehet kurrë nga koha. Përshtatu me praninë e Zotit dhe fuqia e Perëndisë do t'jetë në të pavetëdijshmen tënde. Poho me guxim. Perëndia është shpirt dhe fryma e tij e shenjtë rrjedh përmes meje tani, duke pastruar të gjitha modelet e të pavetëdijshmes, të njohura ose të panjohura, që pengojnë të mirën time. E pavetëdijshmja ime pranon pohimet e mia të së vërtetës dhe unë jam i lirë në Zotin dhe plot paqe, gëzim dhe harmoni. Unë jam shpirt dhe vetëm ajo që është nga Perëndia mund të veprojë te mua. Në mënyrë të pavetëdijshme unë pranoj tërësinë dhe bukurinë e shpirtit. Kjo lutje më çliron përgjithmonë nga mashtrimi i madh shekullor. Dita ime ndriçon dhe që të gjitha hijet largohen. Pika për t'u siguruar kundër mashtrimit. 1. Mos gjyko sipas paraqitjes. Sytë tuaj ju mashtrojnë vazhdimisht dhe merren vetëm me pamjen sipërfaqësore të faktit. 2. Vërtetoi vetë gjërat. 3. Ndal së fajsuari ndonjë person, gjendje ose rrethan për çdo gjë. 4. Modelet negative në të pavetëdijshmen janë shkaku i të gjitha sëmundjeve. Modelet konstruktive në të pavetëdijshme shkaktojnë suksese dhe arritjet tona triumfuese. 5. Mashtrimi i madh është besimi në shkaqet materiale. 6. Ligji i jetës është ligji i besimit dhe atë që mbjellim, atë edhe do ta korrim. 7. Të gjitha përvojat dhe ngjarjet e jetës sonë janë rezultati i tërësisë së besimeve tona. 8. Mbushni të pavetëdijshmen me të vërtetat e Zotit dhe e vetëdijshmja juaj do t'i pranoj këto të vërteta të përjetshme dhe do t'i bëj ato të ndodhin në përvojat tuaja. 9. Mësoje të vërtetën e madhe se asnjë person, situatë ose gjendje nuk të bën të sëmur, të pakënaqur, të vetmuar ose të falimentuar financiarisht. 10. Mund të shkruash në trupin tënd një melodi dashurie ose një himn urrejtjeje. Zgjidh dashurinë. 11. E mira dhe e liga vijnë nga mënyra se si ne përdorim mendjen tonë. 12. Sugjerimet dhe deklaratatet e të tjerëve nuk kanë fuqi për të krijuar gjërat që ata sugjerojnë. 13. Mendimi yt është shkak dhe shpalosja është efekti i tij. 14. Ti mund të mashtrohesh nga gabimi, por e vërteta ka për të çliruar. Kapitulli i 4. E vetmja gjë që ka rëndësi. Zbulimi më i madh i të gjitha kohrave është të bësh i vetëdijshëm për fuqinë e Zotit. Ky zbulim ka një rëndësi shumë më të madhe se sa zbulimi i energjisë atomike ose bërthamore. Fillo tani për t'u njohur me potencialet e jashtëzakonshme brenda teje. Bibla thot: pajtohu pra me Perëndinë dhe do të kesh siguri, kështu do të kesh mirëqenie. Të njohësh dhe të vendosësh një marrëdhënie miqësore me veten tënde të lartë, që është Zoti te ty, është e vetmja gjë që ka rëndësi. Ka ardhur koha të flasësh sinqerisht me veten dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, duke i bërë vetes pyetje të tilla si: a besoj vërtet se inteligjenca e pafund brenda meje është Zoti dhe se ai është e vetmja prani, fuqi dhe shkak në univers? Nëse e bën këtë, nuk do të fajsosh më rrethanat, kushtet, ngjarjet ose njerëzit e tjerë. Pyetja e dytë që duhet i bësh vetes është kjo:
A besoj se shkaku I përvojave, ngjarjeve dhe kushteve të mia janë për shkak të fuqive jashtë meje? Nëse po, atëherë pse përpiqem të ndryshoj gjërat? Pyetja e tretë që duhet I bësh vetes është: a besoj vërtet se fenomenet që më ndodhin jashtë janë pasojë dhe jo shkak? Nëse e beson këtë, nuk do të ankohesh, rënkosh, e quravitesh më kur për gjërat e jashtme, por do të vazhdosh të përafrosh mendimin tënd dhe ndjenjat e tua në harmoni me Perëndin dhe ligjin e Tij, duke ndryshuar kështu botën tënde. Besimet tona janë autore të përvojave tona. Besimet e tua mendore janë shkaku I vetëm dhe çfarëdo që mendon, ndjen, beson dhe pranon si të vërtetë në mendjen tënde, është shkaku I vetëm I jetës tënde. Duhet të mbash mend vazhdimisht se ty të ndodh çfarë ti beson. Ndjeje dhe gëzohu në praninë e Zotit brenda teje. Kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi në jetën tënde. Harmonizohu me të pafundmin brenda teje, duke e nderuar këtë pranisi supreme dhe sovrane në jetën tënde dhe do të zbulosh se të gjitha gjërat do të punojnë për mirë në jetën tënde. Si triumfoi ai mbi ankthin? Pata një diskutim interesant me një burr disa vite më parë. Ai ishte I zgjuar dhe I përkushtuar ndaj besimit të tij si ortodoks. Ai ndodhej I përfshirë në një situatë rrëmujshme ligjore shumë të komplikuar. Për më tepër, ai kishte familjar të sëmurë si edhe disa probleme me fëmijët e tij, të cilët ishin përzier me policinë. Ai vuante nga pagjumësia dhe hipertensioni dhe nga ajo gjendje që ai e përshkruante si ankth. Udhëzimet që I dhash ishin që të shkëpuste mendjen nga problemet dhe të mendonte për Zotin e të ndjente lumin e tij të paqes dhe dritës të rrithte në përmendjen e tij, ndërkohë që urtësia e tij doja zbulonte rrugëzgjidhjen. Kur ai e bëri këtë gjë, tensionimi I tij u zvoglua dhe vetëdia e tij nisi të rritej dhe fitoi një ndjenjë force mbi rrethanat në të cilat ndodhej. Për pak kohë, pasi I la mënjan problemet që kishte, mendja e tij u qetësua dhe I lindi ideja që të takonte një mikun e tij të vjetër, gjë që e bëri. Gjatë bisedës me mikun e tij, mendja I u ndriçua dhe ai gjeti përgjigjen që kërkonte. Gjithmonë ka një rrugdalje. Kur thua nuk ka rrugdalje, unë nuk kam asnjë shans, ti po e shikon erën e konfuzionit, frikës dhe mendimit njerëzor, por kur ti kujton Zotin I cili është fuqia shpirtërore brenda teje, I mençur në pafundësi dhe I gjithdijshëm, ty do të shfaqet zgjidhja, rrugdalja, fundi I lumtur, duke injoruar kështu erat e intelektit njerëzor dhe valët e dëshpërimit, trishtimit dhe depresionit. Kuptimi I besimit. Njeriu e ka zënë gjumin ndaj fuqisë së Zotit dhe urtësisë së Zotit të mbyllura në thellësinë e tij të pavetëdijshme. Kjo është arsyeja pse te Ungjilli sipas Mateu 8:24 thuhet: ai ishte në gjumë. Njeriu I besimit zgjohet dhe e nxit dhuratën e Zotit brenda tij. Ai e di se kjo është mbretëria e reales. Ai e di se ideali ose dëshirat e tij është reale në mbretërinë e brendshme dhe se besimi ose ndjenja e tij do të bëjnë që prania pa formë ose e padukshme të marrë substancë si gjendje, ngjarje ose përvojë. Kjo është arsyeja pse njeriu I besimit ecë mbi ujërat e dyshimit dhe të frikës dhe lëviz me vetbesim me mirëkuptim drejt tokës së premtuar. Qëllimi të tij të dashur përfundimtar. Besim do të thotë të pranosh si të vërtetë atë që arsyeja dhe intelekti yt e mohojnë. Pse mendimet e tua janë gjëra? Njeriu duhet të zgjohet dhe të kuptojë faktin se shkenca dhe feja janë dy harqe të një rrethi që bashkohen për të formuar një tërësi të plotë. Ai duhet të largohet nga konceptet e vjetëruara që nuk I qëndrojnë provës së vërtetë. Shkencat e kimisë dhe të fizikës e një çerek shekulli më parë nuk janë më të qëndrueshme. Shkenca po zbulon vazhdimisht të vërteta të reja. Për shembull, dogma e elementeve të pandryshueshme është e vjetëruar. Kjo dogmë u zhduk me zbulimin e radioaktivitetit.
Në një kohë të caktuar njerëzit besonin se bota ishte një gjë fikse, statike. Sot ne e dim se është një univers i rrjedhshëm i forcave vallëzuese, një univers mendor në ndryshim dinamik. Einsteini dhe të tjerët kanë treguar se ruajtja e energjisë dhe masës janë zhdukur si të vërteta të veçanta dhe të ndara. Energjia dhe masa janë të këmbyeshme. Kjo është arsyeja pse mendimet janë gjëra. Ai kishte frikë nga Zoti. Një burr më shkroi disa kohë më parë duke më thënë se ai ishte një krishter i mirë, u jepte të varfërve, frekuentonte rregullisht kishën dhe praktikonte parimet dhe rregullat e kishës së tij. Por ai shtoi, gjithçka në jetën time është përmbys. Jam i sëmur, i torturuar mendërisht, i falimentuar financiarisht dhe po has shumë vështirësi. Çfarë nuk shkon? Gjatë një interviste me këtë njeri, kuptova se ai kishte një diplomë në shkenca. Ishte mësues në shkollën e së dielës për fëmijët e kishës, ishte një student i flakt i Platonit, Aristotelit, Descartesit dhe Platonit. Dhe mund të citonte lirisht nga këta mistik dhe filozof të famshëm. Ndërsa ishte plotësisht i njohur me këto ide abstrakte filozofike, ai kur nuk i kishte asimiluar ato në mënyrë që ato koncepte të mund të përdoreshin për të sjellë paqe tek ai. Për të, ato shkrime ishin një lloj ushtrimi intelektual dhe nuk ishin përvetësuar kurrë në mënyrë që të arrinin deri në zemrën e tij. Nga zemra burojnë çështjet e jetës. Ai besonte në një Zot në hapësirë, larg në qiell, një lloj qenjeje e padepërtueshme e tiranike që do ta dënonte nëse do të mëkatonte dhe që ishte më e sigurt se do ta gjykonte atë në ditën e fundit. Ai në fakt kishte frikë nga Zoti, por më tepër ai besonte se vullneti i Perëndisë ishte që ai të vuante. Unë i shpjegova se si funksionon e pavetëdijshmja e tij, duke shtuar se si një njeri i stërvitur shkencërisht, ai duhet të di se ligjet e mendjes, si ligjet e kimisë, fizikës ose matematikës, janë thjesht jo personale dhe se çfarëdo që ai të ushqejë në të pavetëdijshmen e tij, do të shprehet në të njëjtën mënyrë që farat e mbjella në tokë do të çelin sipas llojit të tyre. Feja e tij nuk ishte shkencore dhe ai në fakt e shkelte logjikën. I gjithë këndvështrimi i tij fetar ishte irracional, i paarsyeshëm dhe shumë jo shkencor. Ai mësoi se po ndëshkonte veten dhe se jeta e tij kaotike ishte për shkak të mendimeve të tij negative dhe të frikshme, të cilat gjeneronin emocione shkatrimtare dhe negative. Si ajo triumfoi mbi qëllimin për të vrarë një grua tjetër. Ja edhe një ilustrim tjetër që tregon më së miri funksionimin e mendjes. Një grua ishte shumë e zemruar, plot urrëtie dhe inatosur me burrin e saj, sepse zbuloi se ai kishte një dashnore. Ajo i mësoi edhe fëmijët si ta urrejnin atë. Ajo ishte tmerrsisht xheloze ndaj femrës tjetër dhe më tha se kishte blerë një armë me të cilën kishte ndërmend ta vriste atë femër. I shpjegova funksionimin e sferave më të thella të mendjes së saj. I tregova se emocionet gërryese dhe helmuese që ajo gjeneronte, nëse akumuloheshin do të krijonin një mekanizëm refleks të pavetëdijes që do të detyronte atë të kryente vrasjen, gjë që ajo nuk e dëshironte me vetdije. Konceptet e saj fetare ortodokse rezultuan të padobishme në zgjidhjen e problemit të saj. Ajo kishte nevojë të zgjonte prezencën dhe fuqinë, që siç tregon historia e Biblës, po flinte në bark. Ajo filloi të zgjohej ndaj faktit se të gjitha fetë e botës, kur zhvishën nga sipërfaqësorja, mbështjelljet dhe zbukurimet e tyre, përbëhen ekskluzivisht nga kjo e vërtet themelore dhe kryesore që mësohet në shkrimin e shenjtë, sepse ashtu si mendon njeriu në zemrën e tij, ashtu është ai. Zemra nënkupton të pavetëdijshmen dhe ajo që ti ngulit në të do të ndodhë. Mendimet dhe ndjenjat e ndrydhura në të pavetëdijshmen tënde kanë një jetë të tyren dhe manifestohen në përvojën tënde. Mos harro se gjërat që ti ngulit në të pavetëdijshmen tënde janë kokrisura. Ajo grua hoqi dorë nga idetë e saj dhe mendimet e rreme për fenë dhe kuptoi se ajo ishte kapiteni i anijes së saj dhe po e ngjiste atë në mënyrë aktive përmes shkëmbimeve.
Besimi, dogma dhe koncepti tradicional e kishin lënë atë plotësisht në baltë. Ajo u lut kështu: unë ja dorëzoj Zotit plotësisht burrin dhe dashnoren e tij. Unë e di se Perëndia është shpëtimtari i madh. Zoti më njeh mua. Zoti kujdeset për mua. Pres që kjo fuqi hyjnore, misterioze dhe mrekullueshme të sjellë paqe në shpirtin tim dhe të më çojë drejt harmonisë dhe gëzimit. Do të vazhdoj të di se dashuria e Zotit mbush mendjen dhe trupin tim. E di që kjo fuqi universale më shëron, më mbron dhe më hap horizonte paqe dhe begatie. E di që fryma e shenjtë rrjedh në përmendjen time, duke qetësuar errat e forta. Ky shpirt hyjnor mbush zemrën time, duke qetësuar dallgët dhe fuqia e tij e forcon trupin tim. Zoti po i qetëson errat dhe dallgët te mua tani dhe ndjej një qetësi të madhe në shpirtin tim. Ajo përsëristi këtë lutje me zë të lartë, ngadalë dhe me dashuri shumë herë në ditë. Rezultati ishte që burri i saj u kthye në shtëpi tek ajo dhe familja e tij, duke kërkuar falje. Ndërkohë gruaja tjetër kishte kaluar papritur në dimensionin tjetër të jetës. Sot ka një paqe të madhe në atë shtëpi. Pavarësisht nga besimi yt fetar, arritjet filozofike ose arritjet shkencore, e vetmja gjë që ka vërtet rëndësi është të njihesh nga afër me faktorin shpirtëror brenda teje. Është i paepur, i pamposhtur dhe i pacënueshëm. Mëso të triumfosh mbi të gjitha problemet e tua. Ndalo së besuari në një qenie të paqartë, misterioze jashtë vetes tënde. Mësoj ligjet e mendjes tënde, të cilat janë të besueshme dhe mund të besosh këtyre ligjeve dhe parimeve në mënyrë absolute. Ndjeje praninë e dashurisë së Zotit në shpirtin tënd dhe njihu nga afër me cilësi dhe atributet e Zotit, duke ndërtuar këto cilësi në mendimet dhe ndjenjat e tua. Ringjalli fuqitë e tua të dhëna nga Zoti dhe mëso se mund t'i kapërcesh të gjitha problemet dhe vështirësitë. Rrite vetë dijen duke menduar për Perëndinë dhe për urtësinë dhe fuqinë e tij supreme, dhe do t'i qetësosh errat e përshtjellimit dhe dallgët e frikës dhe të tërbimit. Dhe ai si u zgjua e qortoi erën dhe i foli detit: "Pusho dhe fashitu." Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. Përdore fuqinë mbi rrethanat dhe kushtet. 1. Të njihesh dhe të vendosësh një marrëdhënie miqësore me veten tënde të lartë është e vetmja gjë që ka rëndësi. 2. Ajo çfarë ti beson bëhet realitet. 3. Mos e harro kurrë, nëse vërtet dëshiron pushtet mbi rrethanat, mund ta kesh atë. 4. Ki një bindje të fortë në fuqinë e Zotit për të zgjidhur problemin tënd. Kjo zgjidhje si me magji do të zgjidhë në fakt çdo pengesë. 5. Ka gjithmonë një zgjidhje për çdo problem. Mendo për fundin e lumtur dhe se atë që ti mendon do ta përjetosh. 6. Besim do të thotë të pranosh si të vërtet atë që arsyeja dhe shqisat e tua e mohojnë. 7. Mendimet janë gjëra. 8. Mos poho si të vërtet diçka që çdo shkencëtar e di se është e rreme. 9. Ligjet e mendjes tënde, si ligjet e kimisë dhe fizikës, janë thjesht jo personale dhe nuk përzgjedhin njërin person nga tjetri. 10. Mos harro, gjërat që ti ngulit në të pavetëdijshmen tënde, përmes mendimeve të përsëritura, janë kokshkreta. 11. Prania e Zotit e ty mund të të shpëtojë nga çdo vështirësi, kur i beson Zotit dhe mbështetesh në të. 12. Ligjet e mendjes janë të besueshme. Ti mund të besosh atyre ligjeve dhe parimeve në mënyrë absolute.